goca, mirë se erdhët në Vlogmas 11. Unë dhe Marito jemi ullur këtu, komoduar në divan, se po shikojmë sa po kemi hedhur Vlogmas nëmër 10, që është ajo e 10K, edhe po shikojmë këtu, dhe thash ta hapja kështu, Vlogmasin e nëmër 11. Dhe po shikojmë. Kjo ishte veshja që unë kisha, që ma kanë kërkuar gjatë që ta shes. Dhe shikojmë tani kush do ta gëzojnë atë veshje. Kjo është hapja goca e Vlogmasit nëmër 10K. Përshëndetje, mirë se erdhët në këtë Vlogmas nëmër 10. Dhe një Vlogmas të ju ndryshe. Nuk do flasim. Nuk një të bëj hapjen dhe do jeni pikërisht disa vërush që do flasin për raketën dhe Marili Studio. Shikimi të rëndë. Çuka pik. Çuka pik, çuka pik. Hadi. Çuka pik tik tik tik. Më shitoj miku tik. Deri do bëjmë anta. Çuka pik hadi. Le. Përshëndetje miq. Mirë se erdhët në kanalin sot. Sot që në ka ardhur Arli? Padëmenit e mija. No, në ka ardhur Arli, nuk e dimi që erdhë, është nga një shoqe palestine, që unë se di, në duke të duhet. Ka dhe për qumin, ka dhe për tadën. Faleminderit shumë, ka jemi në për prisni, kash nuk e di. E kishte se mami. Faleminderit shumë. Vai, grisa ali. Arli, dhe për mua, vera? Për dy. Wow, që shme! Disim, në disim. Në tele ti fare me. Se si tu rami. Non credo sia di ragnatele, ma është një dhuratë e Spider-Man. Si, Giulia. Spider-Man! Uno zainetto! Sì, troviamolo! Guarda! Sì, che c'è questo? Oh, cos'è questo? Che është për mami? Che c'è? Prit. Jam perdutat! Një është me këte. I këtëre që këmëvi nërdi. Edhe tjetëri është me këte. No, aspetta, no, lasciate quello. Vai. I këtëre mo, i këmëre që këmëvi. Guys, këtë më këta. Ma! Apë dere. Pasaj kemi një qitë euro. Puqa për quni! Po famolo! O mami, hajde që... Prisni që gasem. Tu
duar dhe mami tani. Apo e të më të prish? No. Janë to. Ja të e kartë. Ves. Alam. Të provoj. Oma! Shif sa bukur në ka dhënë. Mam? Shumë e bukur. Në provoj. Non è da provare. Tani kemi. Ah, è molto. Wow! Vabbè, ma guarda che questi sono per te, no? No, e di altre cose? Është një kamiç kaq e bukur për Arlin. O, e t'leva, shumë faleminderit o zemër. Na, Shumë, e t'leva shumë e kemi. E t'leva. Shumë tepër faleminderit. Shumë. Ma të bëllë qëka. Hape. Prova lo per me. Ma Sì. prova. Un attimo, hapo që... Shu provoj, Arli. Così. Ja dërgojmë qantën në Spidermana. Na. Ku të do në gjithë të? Sa të bukra. O niente, però guarda che qui, Ami, lo puoi mettere anche te questi, amore. Guarda, questi sono bellissimi. Ma questo è tuo. Guarda, guarda. No, puoi tenerla te questa. Sa bukra. Dai. Opa, Dai. aspetta mamma. Dai. Ma io scimmia, non è vero Ami, c'è una cosa per te, una cosa per Arli e una cosa per me. Questa è tua, questa è mia. Ok. Dai. Lada. Cosa c'è altro? Guarda sta buccia, è per te. Ed è bellissima. Mi piace. Guys, ky është outfiti. Më pëlqen shumë, këtu është mbyllur. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët në kanalin tim. E kam nisur këtë vlogmas numër 11 që mbrëm, duke parë vlogmasi numër 10. Më ka pëlqyer shumë vlogmas numër 10, duke qenë se jeni ju që e keni bërë dhe jo unë. Jam në shtëpi, sapo kam pirë kafen. Edhe Arli po bën mëngjes, Amaril do ne kemi në punë, Amarili si në shkollë, sot është e hinte. Me thënë drejtën kisha shumë qejf dhe dëshirë të shkoja pak në Mercato, sot se ka Mercato. Po do shkoj pak klimën si është edhe nëse kemi karrocën poshtë, dhe do ta ngjoj me Arlin. Por isha duke parë pak gjitha fotot që kemi bërë në Firenze me Migena dhe Eden dhe me familjen e tyre. Dhe sa shumë që jam kënaqur dhe kur i shikojmë duket sikur po i përjetoj sërish. Jam shumë e lumtur për atë udhëtim. Nuk e di. E kam shijuar, shkova një udhëtim shumë i bukur, ishte fantastik, mikpritja, dashamirësia, ka koha që kaluam bashk. Më ka ngel në zemër ky udhëtim. Dhe fakti që edhe burrat u kënaqën shumë me njëri tjetrin, nuk po ndashin dot burrat. Nuk e di. Ndonjëherë i them Zotit që është kaq shumë bujar me mua, sa që më sjell në jetë njerëz si Migena, si Eda tashmë prej 3 vitesh. Si Migena, edhe si shumë të tjerë si ju, si Rezi, po njohim dhe Griselda. E shumë të tjera nga ju, se po të filloj të them emra unë nesër mbaroj. Që kështu ju dua shumë goca të gjithave me radhë, ju e dini çfarë vendi keni me mua, në mua, brenda tek zemra ime. Jam shumë e lumtur, shumë krenare. Edhe ma besoni kur thuhet ai fjalia që mbas një errësire shumë të gjatë, mbas një stuhie shumë të fortë, goca mos u dorëzoni se del vërtet dielli. Zoti ka caktuar për çdo kënd gjëra të bukura. Thjesht ju duhet mbani vetëm durimin. Edhe unë kam dalë bashkë me disa prej jush nga ky tuneli dhe më në fund po shijojmë dritë që Zoti na i ka falë.
Që kështu, nuk e di, nuk do të bëhem shumë emocionale, por di të them që jam shumë falenderuese e Zotit Madh, i përulem, i falenderoj nga thellësia e zemrës për njerëzit që po më bën të më jenë afër jetës time. Shumë faleminderit secilës për jush, qoftë edhe asaj që më ka dhuruar thjesht një fjalë të mirë, një koment të mirë, një buzëqeshje, një forca, nuk e di. Faleminderit nga zemra, goca. Dhe sot do të xhiroj për ditëshmërinë time, për vlogmasin numër 11. Dhe po mendoja, duke qenë se apuntamentin për thonjët e kam marrë, e kam datën 22 në orën 5:30 bashkë me Amarilisin. E dini njerëz që Amarilisi hante thonjët dhe i kishte ngelur më pak se gjysmë e thonjve. Tani që i kam bërë rikonstruksione me xhel, Amarilisi nuk po i ha më thonjët. Dhe tani do vi t'ja bëj çik shpeshherë këtë procedurë që Amarilisi t'i kthehet një thon normal dhe mos t'i hajnë më, dhe e kam në veshën që në një muaj që nuk i ka ngacmuar, i është rritur rikreshita, ka atë rritjen dhe i ka thonjtë e gjatë. Dhe për mua kjo është një soljevë, një diçka shumë fantastike, duke qenë se Amarilisi po e bënte si ves këtë gjë, po hante shumë thonjë. Nuk është se, si ta them, i kishte gjë gjithkohë, si ka dhe të vogla. Dhe kur të shkojmë këtë radhë do t'ja tregoj si ishte radhën e parë, mund të shkojnë një vlogu, ose ja kemi treguar më duket, po, ja kemi treguar. Dhe si ka tani. Dhe jam e lumtur për këtë gjë. Tani po mendoja të merja parukierën dhe të prenotoja për mua, për mamin dhe për Amarilisin, që unë kam përplyer flokët, se më kanë dalë thinja. Gjithashtu edhe mami do i luajmë, do i pres çik Maja, domethënë ta freskoj çik prerjen. Amarilisi gjithashtu, nuk do të bëjmë asnjë gjë, thjesht unë do luaj kokën, edhe mami im do luajnë kokën dhe do presim pak Majat. Dhe gjithashtu Amarilisi do presim pak Maja, do t'i bëj atë prerjen e bukur hot flyer. Kaq, tash po humbas më kohë, por filloj që tani ta marr çik parukierën në telefon edhe të prenotoj, dhe po më mbush mendja, po që koha jo shumë ftohtë, po dal një xhiro tek Mercato me Arlie. Se jo, pastaj më ngele që mos të dal, ose të dal një vrap kur t'jeta Amarilda në shtëpi. Shofi, se është Amarilisi për të marrë në shkolla. Fola me parukierën time dhe nesër në orën 4:30 ose 5 bashkë me mamin do shkoj tek parukierja. Dhe tani jam duke bërë drekën, po vjen Amarildo, t'jap Amarildës për të ngrënë, dhe fëmijëve gjithashtu t'jap Amarildës. Amarildo ha vetë, po t'ja ushtroj, t'ja bëj tavolinën gati dhe kështu. Do marrë dhe mamin telefon, t'i them mamit ka marrë apuntament për tek parukierja nesër, se mami nuk e di. Do thonjë një rrofsh me mami, faleminderit që e mendon dhe mamin. Gjithmonë kam për ta menduar, do ta mbaj mamin tim afër çdo sekond jetës time, tër jetën time. Se sa që i dhim se më thaj, nuk i dhim se mas kujt në këtë botë, se jam nën vetë sot dhe di çfarë do thotë e vlati. Dhe e dua shumë mamin tim dhe jam e bekuar që Zoti ma ka lënë këtu afër dhe kemi mundësi të takohemi. Dhe me qëra muhabeti kishte ardhur sot mëngjes këtu tek shtëpia ime, kishte rënë ziles, më kishte thirrur, dhe unë s'kisha ndjerë, dhe siç kishte ardhur, kishte ikur, kishte bler Arlit disa marshmallow, edhe donte të ndalonte të rinte pak të shikonte çunin, por unë s'kisha ndjerë, isha në gjumë. Që kështu shpresoj që sot pas dite të vinë. Mirëmëngjes, bota ime. Goca, unë tani sa më erdhi Amarildo, e lash në shtëpi aty me çunin dhe do i blej lule, që ta nis këtë ditën me pozitivitet, dhe po nuk pata lule të freskëta në shtëpi, se si më duket. Që kështu do i blej lule dhe do vi në shtëpi. Kjo nesër kam flokët, si që thashtë të parukierja bashkë me mamin. Doja të merja dhe Amarilisin, por Amarilisi nesër që shëprem të ka gjimnastika artistika dhe nuk mundem do të çoj në një moment të dytë Amarilisin, kurse në datën 22 që është një hënë, kam për të bërthojnë bashkë me Amarilisin. Jam shumë e lumtur që kam maman time edhe gocën time që po rritet, që kështu jam gjithë kohës o me nënën time o me vajzën time. A ka shoqëri më të bukur në këtë botë? Nuk ka. Që kështu jam e bekuar. Gjithashtu kam edhe shoqe zemrë shumë të mira, por i kam larg. Shkojmë të marrim lule dhe kthehemi në shtëpi. I fiori freschi? Gjad Ali.
Ci sono già anche i tulipani? Sì. Ci appari con la testa, eh? Ok. Dopo te gli tagli un pochettino. Edhe lulkat e mia i mora. Shikoni, mora tulipan të verdh dhe portokalli me bordo të verdh. Ngjyra e verdh njerëz, ndryshe nga shumica e njerëzve që e din që është xhelozi, jo. Sipas çakrave, ngjyra e verdh është pleso solare, dera më e madhe që kemi ne në trup. Çakra ku është që marrim shumë energji dhe i japim shumë energji, që kështu nëse ju tërheq mos u shqetësoni se nuk ka të bëjë fare xhelozia, por është çakra. Pleso solare. E di që për shumë njerëz kjo gjë që po them është wow, çfarë po thot kjo, por që po. Dhe voilà. Tani jam më lumtur që kam lule të freskëta. Shkojmë në shtëpi edhe ti sistemoj. Goca ja ku është bluzja, o ma rrotullo pak, të bluzën ja ka bler Etleva, një ndjekësja ime, mami tim dhurat. Shumë faleminderit Etleva, falenderoj edhe ti ma. Faleminderit shumë Etleva. Pa qa borxë mori. Hi guys, jam diku këtu që dua të ndroj çarçafët dhe kam hequr të gjitha çarçafët dhe po i ndroj. Gjithashtu jam veshur sot me këtë veshje që më pëlqen shumë, kam veshur tutat që mi ka dhuruar babi, këto janë tutat e babit tim dhe ndjem shumë mirë me to dhe ndjem sikur e kam babin pranë. Gjithashtu doja të tregoja që kam vendosur vëthët që më ka dhuruar Etleva, që do marr disa copza që ka regjistruar Amarili me Arlin, se Etleva e përshëndes, e puth shumë fort për dhurata që ka bërë Arlit, gocës, mamit edhe mua, shumë faleminderit. Dhe mami video, mos përtit. është video ku qam rave, tani nuk ka jap me. Mirë, ik tani ma tanë sa të çarçafët këtu. Po ve çarçafët edhe do vi? Do më ndihmosh? Okej, më ndihmo. Foli që guys-ve sa të marrë një çarçafë. Ja këto.
Çarçafët na I ka dhuruar teta Migena. Çarçafët na I ka dhuruar teta Migena. Ma do pici. Rusja tu. Do pici ti. Na çmende ti. Pici këtu, pici atje. Pici, 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 pici. Shiko që për jashtë si kanë lojnë kamionat. Shiko, Jo. makinat. Teta Migena. Omiden. Ma, Ere. ma sunt gasio. Qa ka? Lara, vedi, tani në shitorune. Qa nuk shikon? Ja, Martinat. Je baso? Rriturat, se s'rritesh ti? Kam zjerë qikë pelushat për jashta goca. Jordanin pelushin që të hajroset. Dhe unë ndërkohë ndroj qerqafuqet. Do shpresoj shumë që të gjej ato video t'i kthej t'i marr nga... Nduke se është kjo. Kjo është apo jo? Me angolo, kjo që t'i ktheja t'i marr ato videot nga laptopi, t'i bë në telefon që të bëj editimin e videove. Me Bluetooth do t'i marr ato videot. T'i vendos që këto, edhe do I nis foto një Migenës. Se ja kam tentuar që kur vendos çarçafet që më ke dhuruar ti, do t'nis foto. Dhe në duket lezim qik edhe aparatin e ardhit. Të kemi edhe e më maq. Rikim një gjërë nga nënene. Jo, Ti nëna buqa. jo. Lea mi jo mi. Edhe ami, po. Tutti. Va bene? I këtoj ami të ditë nga nëna. Ami s'ka bërë detyrat. Ka ruar diarion që shënon detyrat në shkollë të ndilja. Ami, Adamo, Elena. Andiamo, andiamo, e vendos uno, che vendos ami. Që më farë, nuk e kuptova. Se të jo ti questa pittoma? Perché ho sentito tipo andiamo a giro. Andiamo giù che nena. Io ti voglio vedere se è vero. Non ho niente con cui giocare. Roller ok, ma compiti. Cosa ti piace? Non mi piace della nonna, devo far subito. Papu! Ma poi non credo che abbiamo i compiti. E non credo, è un discorso e non li abbiamo è un altro. Ho detto credo che non li abbiamo. Appunto, bisogna vedere. Guys, që I keni dhe juve fëmijët, guys? Që harrojnë diarion. Mami, vetëm sot e harrova. Një ditë ben, bravo, ditën tjetër, pastaj... Okej, vetëm një ditë e kam harru. Mos në gjoni, mami. Mos harrosh hiç moj, as një ditë është e mirë. Ana! Ami, mos daj fastidio. Që mani? Amarilis, mos jep fastidio, vini Po qua. freddo cosa. Che bëj? Vabbè, mettere e poi mi mette il roller. Ok, guys, shtrojmë edhe çarçafin. Mama, ju kanë zjerë karrocën e Arlit për jashtë. I kam shkuar grupit mam. Isha ato nuk e dua se vi shumë mirë. Ato do ta hedh poshtën. I ke shkujtë rokita. I kam shkuar gja mamave për detyrat. Sa po të mbaroj, guys, do ja u tregoj. Ja, guys, si duket edhe krevati me çarçafet e Migenës. Faleminderit shumë Migena. Ta paçim bërgj. Atëre, guys, t'ju tregoj pak gjendjen e rrobave. Këtu kam nder rroba gjithandej. Këtu kam nxjerr pellushin dhe jorganin për të marrë pak ajër. Mos harroni se kam edhe këtë pjesën këtu. Okej, ti me t'je fari kompiti, bëj detyrat.
Dhe ja ku jemi guys, të gjithë në familje. Dhe mbyllim këtu vlogmas numër 11. Shifemi tek vlogmas 12.